Bismillahirrahmanirrahim. Premtimi I Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu u realizua. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu na I përshkruajti në Kur'an se me të vërtetë Zoti u ndihmoi atyre në Bedër, kur ata ishin më të paktën në numër, si dhe lutjet e pejgamberit alayhi salatu vesselam, që ja bëri Zoti Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, e që ndoshta ishin nga lutjet më të mëdhaja dhe më të sinqerta të bëra nga ana pejgamberit alayhi salatu vesselam, që Zoti t'i bëjë që të triumfojmë në betejën e madhe, në sfidën e madhe, në fitoren e madhe të Bedrit, u realizuan. Dhe besimtarët, muslimanët, edhe pse ishin më të paktë në numër, ata arritën që të triumfojnë dhe ta fitojnë këtë luftë. Mirë po, nga njëherë tendencat që ne përgatitjen apo para përgatitjen për një sfidë apo për luftat e jetës në të cilat apo për sfidat e jetës me të cilat ballafaqohemi, të janë veshëm vetëm pjesën e përgatitjes shpirtërore apo vetëm pjesën e lutjes para Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, dhe t'i lam anash obligimet tona që I kemi për të përgatit edhe për të u ngrit edhe për të forcue në të gjitha aspektet, edhe në aspektin material, edhe në aspektin luftarak, edhe në aspektin ushtarak, edhe në të gjitha aspektet që duhet përgatit për jetën, edhe për të sfidu jetën, edhe për të triumfue në luft me sfidat e jetës. Kjo është me të vërtet, mendoj, një qasje gabim, dhe ndëgjova një sqarim të mirë, I cili më pëlqeu dhe dashta ta ndaj këtu me ju, se nuk është e vërtet që edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam me shokët e tij kanë qenë të papërgatitur, apo kanë dashur që pjesës së përgatitjes për sfidë, për luftë, për ballafaqim, të mos I përkushtohen, po vetëm t'i përkushtohen pjesës së lutjes së Zotit: o Zot, ndihmona të triumfojmë mbi armikun. Ata ishin më të pak në numër, jo pse ishin pak besimtar, mirë po ishin disa rrethana të cilat nuk I lejuan pejgamberin alayhi salatu vesselam që të kthehet përsëri në Medinë, të merr ushtarë të tjerë dhe të dalë përsëri në front, nga se ishte në pyetje më shumë koha se sa papregaditja apo mos ekzistimi I vullnetit apo I mendimit apo I qasjes së ata duhet të jenë të përgatitur edhe në aspektin logjistik, ushtarak, e kështu me radhë. Pra, të nderuarit e mi, sot neglizhenca, sot mos triumfi jon në luftra me jetën, në ballafaqim me luftat për ta mbrojt vendin ton, për ta mbrojt adheun ton, për ta mbrojt fen ton, kulturën ton, gjithandej të besimtarëve, gjithandej të muslimanëve, dhe ballafaqimi me pamje, me sfida, me humbje të jetëve dhe të luftave të ndryshme, na bën të ndalemi edhe të kujtohemi se me të vërtet besimtarët duhet krahas aspektit shpirtëror, krahas lutjeve, krahas bindjes në Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, ta kenë parasysh edhe përgatitjen, edhe forcimin, edhe në aspektin ekonomik, edhe ushtarak, edhe arsimor, edhe logjistik, edhe në të gjitha aspektet, sepse arsyeja kryesore që ne si besimtarë sot
po i humbim sfidat, po i humbim luftrat, po i humbim ballafaqimet me luftrat e jetës, me sfidat e jetës. Gjithandej nuk është shumë për shkak të aspektit shpirtëror, edhe të lutjes, edhe të lidhjes me Zotin Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuhu, mirë po shpeshherë këtë pjesë e kemi të rregulluar, mirë po përsëri nuk po triumfojmë, nuk po ja dalëm që të triumfojmë dhe të sigurojmë një mirëqenie për jetët, për familjet, për vendet e tona, duke e anashkalu dhe ka njëherë duke provu edhe neglizhencën edhe demelien edhe mos angazhimet e tona në përgatitje në të gjitha aspektet të ja falum asaj pjesës se pejgamberi alayhi salam ishte më i dobët në numër, më i dobët në logjistik me shokët e tij në luftën e Bedrit, por lutja, lidhja me Allahun Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu e bëri ato që të triumfoj në këtë sfidë. Nuk ishte vetëm kështu dhe ne nuk guxojmë që të ndalemi vetëm në këtë pjesë, por se duhet ti marrim edhe shkaqet edhe sebepet e tjera siç i kishte marrë dhe vetë pejgamberi alayhi salatu vesselam dhe doli që të triumfoj në këtë luftë dhe në këtë betejë. Dhe është Zoti Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu që edhe ne ti marrim shkaqet dhe sebepet e tjera të fitimit të luftrave, sfidave, ballafaqimeve në jetën tona, e të mos shohim më gjakderdhjet, mos shohim më kësi poshtrime, kësi nënshtrime, kësi përbuzje që po na ndodhin gjithandej në botë. E jani ta marrim shembull yrnek në të gjitha aspektet pejgamberin alayhi salam, fitoret e tij, triumfet e tij, e të triumfojmë edhe ne, e të japim botës ato që po i mungon, paqen, mirësinë, dashurinë dhe respektin mes veti. Wassalamu alaikum rahmetullahi taala wa barakatuh.